Unë besoj se kandidatura eventuale e zotit Haradinaj si për president do ta mblidhte votën edhe të partive tjera opozitare, pashka që nuk është ndonjë do thot marrëveshje me lëvizjen vetvedosje. Unë besoj që tani a është e mundur që të bëhet zoti Haradinaj president i vendit duke ditur peshën politike sipas zgjedhjeve të fundit në Kosovë? Po, përderisa një kandidat për president i merr shumicën e votave ashtu që është e parapame në kushtetut, nuk ka lidhje pesha e tij politike. Presidenti mund të jetë edhe jashtë politikës. Presidenti nuk zgjidhet me do të thotë nëpërmes votës elektorale direkte, po zgjidhet në parlament. Kështu që cili do kandidat që e merr shumicën në do të 2/3 në parlament, 2/3 në do të thotë përbërje e vota së paku 61, ai mund të zgjidhet president. Nuk është të thonën që presidenti të ketë mbështetje të madhe elektorale. Presidenti duhet të ketë mbështetjen e 2/3 të partive politike që janë përfaqësuar në Kuvendin e Kosovës. E qartë. Janë serioze këto sinjalet se po mbledhen në nënshkrime për zotin Haradinaj apo është më tepër për testim? Po është herë të thuhet edhe nuk dihet se a ka pas ndonjë bisedë interne mes zotit Kurti dhe zotit Haradinaj, ose në çfarë lloj niveli nëse ka negociata, janë duke u zhvillu këtë negociata. Një është e qartë që edhe pse Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk i ka numrat e plot për arritjen e 2/3 në kuvend, unë besoj se kandidatura eventuale e zotit Haradinaj si për president do ta mblidhte votën edhe të partive tjera opozitare, pashka që nuk është ndonjë do të thotë marrëveshje me lëvizjen vetvedosje. Unë besoj që zoti Haradinaj do të arrinte të siguronte votat e shumicës së deputetëve, shumicës absolute të deputetëve të PDK-s dhe deputetëve të LDK-s. Kështu që do të thotë edhe pse Aleanca në princip nuk i ka numrat për të arritur numrin 80, mirë po kandidatura edhe njerë e zotit Haradinaj do ta bënte që shumica e votave të opozitës të ishte pro. Okej, pra